Se sot manipulohet me emrin, sot për shembull secili e shon një mjekë, shkurton pantollat, falet me tekbire dhe e qun vetin, unë jam selefi. Me po mund me të grabit qik, me bo zina, edhe i thot vetit unë selefi. Mund me të arxhu mjekë dhe një matë madhe se që e ka me dalavere, me rrena, me mashtrime dhe i thot unë jam, pse jeti selefi, se e ka mjekrën e madhe. Punë e madhe që e ki mjekrën e madhe ti. Ose pantullat e shkurta. Të e precisive të pasusit të ehli sunnetit. Me për në gjamë Resulullah s.a.s. Mirë po kjo ty nuk dë bënë. Qa ma e keqe për shumë për shofën e njerës që e marin të drejten me qujt vetin, pëshën një dit në internet, kish marin janë i kishti emnat, që ky hoxha, që ky do emna, kur si kom një, këta janë hoxhallar selefi, qertë, bërlog, që ta veç janë. Kërkuj s'ka drejt në këtë form me bo tarikat me nëheqin. Metodologjia nuk o tarikat. Nuk është tarikat selefi lëki. Që ta janë hoxhat e selefive. Qertë janë bidatçi. Vetë që ta janë. Që ta janë bidatçi që e thënë qëtë fjallë. Që ta janë bidatçi që e bëjnë kufizimin në njerëz të metodologjisë. Që kanë selef? Selef janë i parë, e salih të mirë, të parët tonë të mirë. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Alija, Saad ibn Ebi Waqqas, Muadh ibn Jabal, Abdullah ibn Obar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masud dhe sahabët e tjerë. Ten selef. Tabiinët, Hasan al-Basri, selef. Ebu Hanife, Imam Maliki, Shafiia, Imam Ahmedi, selef. Që do të parët. Dësa ti nëse e pason rrugën e të parëve, ki mundësi me qenë metodologjinë në selefive, të parë. Sa të jenë të parët, për s'ki drejt me thonë veç na jena. E që kjo kjo është ndalume, kjo tarikat, kjo fanatizëm dhe kjo bidat për kufizimi me njerëz i menhegjit. Na jena, ju si ne. Që ta që e bënë qëtë ndasi, këta janë bidat qitë e umetit. Dhe kjo fjalë është e Shekhu Thejminit, kjo fjalë është e Shekh Albanit, kjo fjalë është e Shekh Bimbazit dhe ulemave të tjerë, që kanë vërejt kësi pretendimet të disave për me privatizu metodologjinë. S'ka privatizim. Gjdo njëni që pasën librin Allah dhe sunetin e pasët Muhamedit a.s. dhe rrugën e të parve, a i mund me qujt vetin selefi. Kjo s'ka të baje me dukjen tonë dhe të jashtë me heq. Ose dikush tjetër që e merë për sipër mju ka dzu kush është shahid, kush është shahid. I qëtë fotografit, që kjo është shahid, që kjo është shahid, që kjo është shahid, që kjo është shahid. Kush ta ty që është shahida këta? Akidja e sunnetit është për kërkon s'kemi të drejt me thonë që kjo është gjenneti ose është xhenemni. Allah i vlerëson jetët e tyne. Vetëm atë që Allah i ka kallëzuar në Kur'an, edhe pejgamberi sa në sunnet, se këta janë shahida, vetëm për tillët mund të themi ka qenë shahid. Për të tjerët, për asnjënin zguxojmë me thonë është shahid. Pastaj këto janë devijime të njerëzve që mendojnë se janë pasues të sunnetit, po në realitet janë duke bë bidate dhe i ka mashtruar shejtani dhe i ka qit prej hakut, prej pasimit të së vërtetës. Prandaj të parët që kanë punu me Kur'an dhe Sunet, që ata quhen selefus salih, po dhe sot lejohet mu quhet njëri selefi nëse punon me punën e ty dhe si cili mundet me qeni ti. Ja, kjo nuk është pranë private, kjo nuk shkon me vull. Unë e jem, ky s'është. Unë e si jem, ai është. Se cili që pasën Kur'an dhe Sunet, edhe nëse si thot vetit, ai është prej selefus salih, prej të mirëve, pasuzve të Kur'anit dhe Sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Veç njerëz sot tu largu prej dinit, e disa tjerë tu jau gërdit dinin, kur thu sot selefia të këshirën sikur më konë tarikat, e këta të medjave të perëndimore i thënë mase Vahabi, me emrin e Abdul Vahabit, një burrit të madh të davetit që ka jetuar në shekullin 18 në Arabinë Saudite të sotshit, territorin e Sjedhjes Arabe. Edhe e pyesësh njërin, çka Vahabi? Këta janë që kanë prish dinin. Kush është ky? S'di kur gjë. Livada. Për të është shpansko sella, me fol për Abdul Vahabin ose me fol për nai katun Spanjës. Sa i di katundet e Spanjës, çfarë di për Abdul Vahabin me fol. Po më rëndësi është me shah, se mediat po shajnë, si të ka mjekër, duhet me shah. Si të falet ndryshe, duhet me shah. Edhe me i thani, ata janë kështu, ata janë kështu ne. Që ta njerëz që etiketojnë të tjerët me emra nuk janë prej ehli sunne
wal jamaa.